Aun ibn Abdillahi ky shkon te Omer ibn Abdul Azizi. Omer ibn Abdul Azizi gjenerata e dy. Edhe shkon te ai. I thot Omer, është një flitet kana një llaf që është hanedan. Gjithë është thonë. Zakonisht e kanë pas si shprehi. Cili është ai tha Omeri? Omer ibn Abdul Azizi. Tha ai është që thuhet, o ju njerëz, në mujsh mu bon hoq, bëhu, në mujsh me kon djetar, bëhu. Tha mos mujsh me kon djetar, atëherë bëhu në zanë si dijes. Po mos mujsh mu bon asë në zanë si dijes, se të kanë shku vjetët, e të ka kalu koha, të paktën tha duaj njerëzit e dijes dhe dijen. Po nëse rasisht ke qenë që ka që i dhënash ti, sa që s'ti dënë zemra hoxhullarët, s'ti dënë zemra djetarët, të paktën mos i urej, kër e niti këtu vargje. Omer ibn Abdul Azizi, kjo tabi i një madhë, kjo khalife i drejt, kër i niti këtu lofi tha, vëllaj tha, i pas ka mjaftu rubit me mor këshilën që ka shpërnda. I mjaftën, ose banu djetar, hoxh, ose banu nxans, ose duj ata, ose të paktën mos i urrej ata, dhe ky transmetim është e ma'rifet u tarikh me zinxhir të vërtet.